pikërisht atë zoti Klosi i përmbushët gjitha pritshmëritë në Dibër? Po, padyshim, objektivin tonë madhor për ta rikthyer Dibrën mbas 35 vjetësh me flamurin e Partisë Socialiste, ne e bëm realitet. Ishte një garë jo e lehtë, një garë e vështirë, por ja dolëm dhe patëm diferencë të jashtëzakonshme. Mbi 10.000 vota diferencë kemi vetëm nga votat e numëruara në territor. Shpresojmë shumë që dhe diaspora të jetë në një diferencë të mirë për forcën tonë politike. Kështu që realisht ndihem shumë mirë që pata fatin të drejtoja këtë fushatë elektorale me popullin e mrekullueshëm Dibra, me strukturat e Partisë Socialiste në Mat, në Klos, në Bulqiz, edhe këtu në Dibër, duke shënuar për herë të parë një fitore spektakolare të Partisë Socialiste në qarkun e Dibrës. Keni sjellë djalin këtu sot, është herë e parë? Ja, djali më shoqëron se herë kemi fushata, është i vogël akoma, po ka filluar të shijoj betejë dhe sidomos ky momenti i fitores. Dhe fal forcës së madhe të Partisë Socialiste, në 10 garat e fundit ne kemi fituar, kështu që na vjen shumë mirë që dhe Dibra u bashkua në këtë garë me fituesët. Çfarë ndodh nga ky moment? Padyshim, në përgjithësi janë ndaja, është një qark që ka shumë nevojë. Realizimi i investimeve të mëdha, si është rruga e Arbrit apo rruga Maqellar Dibër, Peshkopi, kanë hapur një perspektivë të jashtëzakonshme për këtë qytet, turistike dhe zhvillimi energjik të dyja zonave, pra Trevës Matit dhe Trevës Dibrës, kështu që na duhet shumë punojmë, bëjmë projekte të reja, mendojmë për një përgjigje të asaj çfarë populli Dibran bëri, që me ndryshim nga 2021, ku ne ishim rreth 5.000 vota minus, jemi mbi 10.000 vota plus, ose pak më shumë se 10 me gjithë diasporë, edhe mendoj që është një mësim shumë i mirë për gjithë politikën, që një qark që investohet, kujdesesh, shërben njerëzve, edhe rezultatet në mandate, në vota janë shumë të mira. Do të keni fest tashmë apo do të filloni punë? Padyshim, Partia Socialiste i bën të dyja një ditë mbas zgjedhjeve, feston edhe fillon mendon për zgjedhjet e ardhshme. Ne fillojmë punën për të fituar zgjedhjet lokale të 2027-s. Keni një mesazh për kundërshtarët? Mesazhi vetëm në këtë fushatë elektorale për kundërshtarët e këtij qarku ishte që do doja t'i kërkoja ndjes qytetarëve të në përgjithësi qytetarëve të qytetit Peshkopis, qarku në zonës Dibrës, që u shqetësuan nga disa zhurma të pa qëndësishme, makina që lëvizin me shpejtësi, me borije, me incidente bllokimesh rrugësh, incidente bllokimesh qytetarësh, dhe të gjitha rezultuan një keq përdorimi besimit që na japin e qytetarët fushat. Pra, fushata kaloi shumë mirë, ishte shumë e qetë deri në 2 ditë e fundit, ku pati një acarim nga kampi opozitar, dhe do doja që në këtë kuadër realisht i kërkoja ndjes qytetarëve që nuk kishin pse të stresoheshin nga kjo situatë jo e drejtë politike. Faleminderit. Bruna, të falenderoj shumë. Besoj që Bruna dëgjon. Mirë, kështu prit